Angelina Jolie vazhdon të mbajë të mbërthyer vëmendruesve të saj pas një ceremonie martesore mjaft të përfolur dhe një muaj mjaft të lakmuar në ishullin e Maltës, tashmë Jolie është rikthyer karrierës. Ajo do të jetë regjizorja e filmit artistik Afrika. Ky film është një prodhim në nder të paleontologut Richard Leakey dhe fushatës që ai ka bërë kundër trafikimit të elefantëve në Afrikë. Sit with me. Jolie u shpreh se ka pasur një dashuri gjithmonë ndaj kulturës afrikane dhe vlerësoi kontributin e Leakey në mbrojtje të kafshëve. Unë kam ndjer një lidhje të thellë me Afrikën dhe kulturën e saj përgjatë gjithë jetës sime. Leakey doli nga konflikti i dhunshëm me kontrabandues të elefantëve me një kuptim më të thellë të gjurmës së njeriu dhe një ndjenjë të thellë të përgjegjësisë për botën rreth tij. Ky film është drejtimi i katërt të regjizorial i aktores Jolie, filmi i cili drejtohet nga Skydance Production, kompania që u kujdes për filmin Terminator dhe Impossible Mission. Skenari është nga Eric Roth. Në korrik, Angelina Jolie do të drejtojë filmin By the Sea, së bashku me bashkëshortin e saj Brad Pitt.